Policia turke ka vrarë një person dhe ka neutralizuar 2 të tjerë gjatë të shtënave jashtë konsulatës së Izraelit në Stamboll. BBC raporton se 2 polec janë plagosur në shkëmbimin e armëve që kanë ndodhur në lagjen Levent. Autoritetet turke kanë konfirmuar vrasjen e një të dyshuari, por kanë bërë të ditur se 2 të tjerë janë neutralizuar. Kjo do të thotë se 2 të tjerët ose janë vrarë ose arrestuar. Prokurorët kanë nisur hetim të plotë të ngjarjes, ndërkaq konsulata izraelite ka bërë të ditur se në momentin e sulmit në objekt nuk ndodhej askush. Başka bir yerde şu arabalar oradaymış. Kalaşnikov hiç burada. Polis yerde. Onu vuramaz ya. Vurdu. Omzundan vurdu. Başka biri var demek ki orada. Aynen. Bak benden. Şu yatanlar polis mi? Evet. Yatan polis. Şurada biri daha var. Vuruldu adam. Şu. Beyazın arkasında. Hayır bak şurada. Ya şurada bir... Aslan dizi çekiyor. Vuruldu mu? İhsan vuruldu aynen omzundan vurdu adamı. Polis mi? Aynen polis. Vurulan mı polis? Polis aynen vurulan polis. Vuramıyorlar hala. Yok şu arkada 2 tanelerdi. Adamı vurdular işte adam onlara ateş etti. Duruyor galiba. Evet duruyor. Tabelanın arkasında. Şurada mı? Of yazık adama bir şey gönderin ya. Polis bu aynen.